vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme këtu në Berlin, në pritje të vendimit të madh të Bundestagut gjerman, por edhe të Këshillit Bashkimit Evropian për fillim bisedimeve në tetor, takim i rëndësishëm me ministrin shtetëror për Europë, zotin Roth, njeriu i cili edhe do voton në Këshillin e Bashkimit Evropian në 15 tetor në Luksemburg në emër të Gjermanisë, dhe mora konfirmim për mbështetje të fuqishme nga Gjermania dhe vot për në Këshill, por edhe pritje që Bundestagu do verifikon ose do aprovon bindshëm rekomandimin e Komisionit Evropian për fillim bisedimesh. Ajo çfarë gjithashtu ishte një moment i rëndësishëm dhe i mirë për mua sot ishte letra për mirëseardhje nga kryetari i Bundestagut, presidenti i Parlamentit Gjerman, zoti Schäuble, për që të marrë pjesë në seancën plenare të Bundestagut Gjerman javën e ardhshme, në atë moment kur Gjermania edhe do aprovon vendimin për fillim bisedimesh të Republikës Maqedonisë Veriut në Bashkimin Evropian.